Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Dija Allah më shiroft që njeriu i cili është i shëndosh në mendjen e tij duhet të jetë dashamir i vetvetes. Me adesh të mirën vetes. Dhe aq më shumë besimtari. Besimtari i cili beson Allahun azza wa jall dhe ditën e gjykimit është dashamir i mirëfillt. Duhet të jetë dashamir i mirëfillt i vetvetes. Duhet t'ja doj të mirën vetvetes në dy jetat që ai po jeton. Një jetë e cila ka fillim dhe do të ketë mbarim, dhe një jetë e dytë e cila njeh një fillim po mbarim më nuk ka. Në jetën e kësaj dunjaje dhe në jetën e amshushme. Do të më konë dashamiri vetvetes për këto dy jeta, se ti kimi jetu këtu të dyja. Njënën tani vetë se një pjesë e ke jetu. Dhe njeriu nuk ka mundësi me arrit një të mirë për vetveten e vet pa luftë. Pa luftu për arritjen e saj, ai nuk arrihet lehtë. Dhe pa kundërshtu dëshirën e vet, dëshirat janë ato të cilat prangosin, të burgosin ndaj dobive. Dhe njeriu pa kundërshtu dëshirat nuk mundet me arrit asnjë të mirë, asnjë sukses. As në dunjë, as në ahiret. Shka pyeti? Pyeti ata edhe në qoftë se nuk jenë musliman, të cilët Allah azza wa jall ju dha sukses në dunjë. Si arritën atë sukses? Pa lodhje, pa mundi, pa luftë, pa kundërshtu qefët e tyre? Jo vallahi. Suksesin e kanë arrit ata me mundi, me lodhje, duke i kundërshtu qefët, duke luftu kundër vetvetes. Për atë arsye, luftëtari i vërtet është ai i cili e lufton qefin e vet për me arrit dobijen që ai e shpreson dhe atë të cilën i bën dobi. Allah i lartësuar thot: "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Të luftoni për Allahun azza wa jall me një luftë të vërtet. Abdullah ibn Mubareku, Allah më shiroj thot: "Lufta e vërtet është lufta që njeriu e bën kundër vetvetes." Lufta e vërtet është lufta që ti e bën kundër vetvetes. Dhe luftëtari i vërtet është ai i cili e lufton vetveten. Dhe fitimtari i vërtet është ai i cili ka fituar kundër vetes. Ai i cili fiton kundër vetes nuk ka armik që qëndron për atë. Nuk ka armik. Ka mundësi me caktu, me myt, me veç nuk ka mundësi me fitu për një atë person. Sa i ka fitu kundër vetvetes. Armiku më i madh që shoqëron njeriu është qefi i tij. Qefët të largon pi suksesit, të largon pi të mirave të dunjas dhe të ahiret. Qefët të largon pi suksesit në dunja, të largon pi mësimit për nxënësin, prej punës për punëtorin, prej suksesit në tregti për tregtarin. Qefët të largojnë. Të largon pi ibadetit për adhurusin, në adhurim të largon qefi. Hajtë se, po fleja dhe ta, hajtë, qefi, dëshira. Më nështru dëshira. Qoftë se ti nështrosh dëshirave tua, ti je rabi dëshirave, jo rabi Allahut. Atëherë dëshira jote tu ka bën si hyni që adhuron. Se ajo po turdhnon, ti pi bindesh. Pi nështrosh, nuk po e lufton ata, nuk po e kap edhe me largu ata, ana shkalu. A me të i kalu për në arrit atë mirë që ti po e shpreson. Në qoftë se dëshirat tua të ndalojnë nga dobit, qofshin ato dobit e dunjos apo të ahiretit, dije që ti je rabi dëshira, jo rabi Allah. Kanë robnu dëshirat tua. Sa rabi keq është ai robi dëshira. Sa rabi ult është ai robi dëshira. Subhanallah. Është rabi që ju ka ul barkut vet, dhe epshit vet, dhe dëshirave të veta, dhe vlerave të ulta. Sa rabi keq është ai. Allahu subhanahu wa taala e shumton atë njeri. Njeriu i cili është rob i dëshirave nuk ka dritë në fytyrë, nuk ka dritë në zemër.
nuk e ngrit Allah. Njeriu i cili është rob i dëshirave nuk ka dritë në shikim, nuk guxon me shiku njerëz në dritë të syve, sepse nuk është i sinqert, është rob i dëshirave, është i ult. Keni frikë Allah, në robër të Allah. Ngrituni, mos u bëni rob të dëshirave tuaja. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm." Valla nuk po shikon atë të cilin i bëri dëshirat e veta hyni Zot. Dhe Allah e largoi atë pasi çaj diti. Kur vjen koha më ngrit për namaz dhe ti rrin gjumë, ti je rob i dëshirës, nuk je rob i Allahut. Kur vjen koha me agjëru dhe ti han, ti je rob i dëshirave tua, nuk je rob i Allahut. Kur del harami përpara, ti nuk e ul shikimin, nuk e largon, ti je rob i dëshirës, nuk je rob i Allahut. Në qatë rast, po, ke dështu, të ndo, sa je gjallë, sa s'është bo vund. Mëse ullë vetën në atë gradë. Dhe dije se suksesi, tërë suksesi, është kur njeriu kundërshton vetë vetën. Për këtë arsye i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë luftëtari i vërtet është ai i cili lufton kundër vetvetes. Lufton dëshirat e veta. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala na përmend përfundimin e atyre të cilat i luftojnë dëshirat duke qenë të bindur që e takojnë Allah. Allah thot: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa." Kurse ai i cili frikohet për atë ditë, duke kujtuar atë ditë që do të del para Zotit vet. Dhe e frenon veten ndaj dëshirave, le ta di që xheneti është përfundimi i tij. Këtu në ajet janë 3 pika. E para, ndjenja e brendshme, frika ndaj Allahut dhe bindja që kime taku. E dyta, shprehja asaj frike e dukshme dhe shenja e saj, frenimi i vetvetes ndaj dëshirave. E treta, përfundimi i atyre njerëzve xheneti. 3 pika i ka përmendur Allah në këtë ajet. E para, që jenë të shëndosh në zemrat e tyre, frigojnë Allah, e din që kanë taku me ta. E dyta, çu çdo këtë që ata i frigojnë Allah, e frenojnë veten ndaj dëshirave. E treta, përfundimi i tyre është xheneti, aty e korrin fitoren. Dhe trofeja atyre njerëzve është libri i tyre kur e ngrisin ditën e gjykimit. E ngrisin librin dhe thojnë: "Ha umqra'u kitabia." Shikone, lexone librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Unë që isha i bindur që do ta gjej hesapin tim. Që Allah azza wa jall nuk e humb mundin të.